Ngjarje e rëndë në Vlorë gjendet e pajetë e moshuara në banesë. Një 62 vjeçare është gjetur e pajetë në banesën e saj në fshatin Gjorm të Vlorës. Dyshohet se e moshuara ka ndëruar jetë si pasojë e një arresti kardiak. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme. Njoftim. Specialistët për hetimin e krimeve në stacionin e policisë Selenicë referuan materiale në prokurori, pasi më datë 6/4/2025 në fshatin Gjorm Vlorë. Dyshohet se ka humbur jetën në banesë si pasojë e një arresti kardiak. Shtetasja HV, 62 vjeçe. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.